kuptimin geopolitik, nuk vendosin në rrjetet sociale. Nuk platforma rrjetet sociale me marrë vendimin për diçka që mund të ketë efekt në 15 vitet, 20 vitet të ardhshme. Kjo punë ekspertëve, e specialistëve, natyrisht politika... Se nuk ka të pak të një analizë? Jo, besoj që ka. Po zhurma në rrjetet sociale, me status të shkurtra, si kështë kjo zonja, jo mëre, kjo zonja, si kështë emrin kjo Janina Ymeri, dhe më dhënë, që ju uroj në këtë, le të themi, situatë me marrë me drejtu LDK-n. Dhe kur ti nxjerr prej kontekstit krejtësisht, me statuse me ka dy rreshta, që kanë shkarje edhe të gjusore, jo në kuptimin e gabimeve teknike, por ti gramatikisht nuk e kupton. Pse? Ja, po ta them sinqerisht, është pika kulmore jo seriozitetit me tema kaq serioze. Se çfarë ka jo serioze aty? Duke ngritur një çështje kaq të rëndësishme siç është ajo e gazet amerikane. Mënyra që ngrit, domethënë ti mund nuk çështja është, po them, është çështja e ekspertëve, e specialistëve të fushës. Do ta kuptosh, do ta njohësh fushën, po unë jam marrë me zgjedhje në 15 vite. Flas për zgjedhje, flas për aspektin ligjore, por nuk flas për çështje energjetike, sinqerisht, flas në aspektin politik, për aq sa është orientimi programor i vetëndosjes. Por ekspertizën, sepse kjo është edhe, se le themi, është përbuzja edhe ekspertizës. Në fakt, është përbuzja edhe ekspertizës. Çfarë shohim tek deputetët ish deputetët, çësia e tyre është më shumë në një orientim geostrategjik të Kosovës. Pas për këtë nuk jam specialist.